Si sikur vëmendjen për festimin e ditëlindjeve ju a japin fëmijëve dhe shpesh harrojmë se këtë vëmendje e meriton dhe brezi i tretë. Ati brezi që nuk reshti së punuari dhe edukuari, brezat i tëra fëmijësh. Ndikoi dukshëm në formimin e tyre si qytetarë të denj, që në voglit e hershme. E pra ditëlindjet e mësuesve marrin një ngjyrim edhe më të veçantë emocional, pasi mirënjohja ndaj tyre në ditë të shënuara shprehet dukshëm. E ku ka më bukur se sa festimi i 80 vjetorit, dhe nëse mendoni se këto vite i përkasin thjesht një gruaje të nderuar e ulur në krye të tavolinës që sheh me admirim gjithsa ndodh në ditëlindjen e saj, gaboheni. Ajo është një zonjë kaq energjike sa gëzon dhe e shijon me të tjerë ditëlindjen e saj. Në këtë mbrëmje, ajo do të këndojë dhe gëzoj me gjithë energjinë e shpirtit dhe të mendjes. Po, kush është kjo zonjë vitale? Quhet Naile Maloku, banon në Fushkruj, por 80 vjetorin e saj zgjodhi ta festojë në Shkodër, në një subjekt privat pranë lumit Buna. Arsyet se pse zgjodhi Shkodrën janë të shumta, por ne do të përmendim disa prej tyre. Miqësia që ajo lidhi vite më parë në Fushkruj me miken e saj shkodrane Liliana Ceni Lici, u rezistoi kohrave edhe pse së bashku punuan 10 vite si arsimtare. Vajza Nailes është një mike e jona dhe mjaft shkodranëve, një zonjë nderuar, Valbona Tula, e cila aktualisht punon si drejtuese e shtëpi familje për grup moshën 16 deri në 18 vjeç në Shkodër. Një arsye tjetër e fortë është lidhja e ngushtë me familjen Naraçi, prandaj edhe grupi Berti me miq, jo pa qëllim janë ftuar këtu. Por, le t'ua prezantojmë teleshikuesve të emisionit Arom Shkodre profilin e mësuese Nailes. Ka punuar 36 vite si arsimtare në Fushkruj, një profesion që e deshi që në fillim dhe do ushtronte me pasion deri në dalje në pension. Kaq dje dashuri përcolli tek brezet e fëmijëve, sa edhe pas kaq vitesh, ka ende ishën nxënës të saj që shkojnë dhe takojnë. Bile pa përtes, ajo ndihmon fëmijët e ishën nxënësve të saj dhe këtë e bën falas. Ushtrimi i profesionit edhe në këto vite e mbush emocionalisht. Naile pati fatin e mirë të gjente njeriun e zemrës të denjë dhe të përkushtuar. Ganion, ushtarak. U njohën në Tiranë dhe u martuan 60 vite më parë. Kanë patur një harmoni të admirueshme gjatë gjithë jetës dhe këtë u munduan ta përcjellin tek 3 fëmijët e tyre, Arbeni, Valbona dhe Elida. Për fat të keq, humbja e zotit të shtëpisë më 2013 nuk do të ishte as pak e lehtë të përballojë. E aq më tepër për Nailen. Por rita vazhdon dhe gëzim të ri i dhanë familjes Maloku 8 nipa e mbesa dhe 1 stërmbes. Zoja Naile Maloku është një grua vitale, e cila përpiqet të marrë të bukurën jetës dhe ta jetojë atë me mundësitë që i afrohen. Burime e frymëzimi për të janë leximi i librave, të cilat nuk i heq nga dora edhe në këtë moshë, e tërheq gatimi dhe dëshiron të provojë receta të reja, me të cilat njihet në media apo dhe rrjetet sociale. E adhuron muzikën, sidomos këngët e vjetra të festivaleve të radio televizionit shqiptar. Ka një grup mikesh mjaft të mira dhe shumë shpesh organizohet me to dhe udhtojnë. E thënë ndryshe, udhëtimet i ka pikë të dobët. Është e papërtueshme dhe mjaft energjike. Fillimisht 80 vjetorin ajo do ta festonte në Fushkruj, aty ku jeton së bashku me familjen e Arbenit, dhe ja festime tashmë
janë shvendosur në Shkodër për arsyet që përmendëm më lart. Pjesën e parë takon të djalit shtëpisë, sepse mami ditëlindjen e ka pasur me datë 12, kështu që Beni ka bërë një super fest në Fushkruj. Unë dhe Lida normalisht që Lida atje, unë këtej. Festa e dytë e bën vajza, e dyta Beni më i madhi, unë i ftova në Shkodër. Dhe jam shumë e lumtur për këtë. Të tretën do ta bëj Lida, do ta thras gjithëve atje, nuk e di si diçka do të bëjmë. Unë ju uroj të gjithëve mirëseardhje. Jam fort e lumtur që duke qenë si një vajzë e babit, por si gjithë kam një super emocion, sepse në këtë historikun tonë të familjes të shkëlqyer, unë dhe mami nuk kemi parë fort si vajza, si nëna me vajza, po si dy motra. Sepse Lida thot gjithmonë që unë kam dy mama. Me Beni, po normalisht i zoti shtëpisë, sepse babi nuk jeton më. Por ma do mendja me sot do të festojmë pafundësisht për t'ju uruar 80 vjetorin mamit tim, është një shifër e madhe, por më mami duket shumë për shumë e re. Dal nga dal mbrapa do t'ju prezantojmë miqt, pavarësisht se pothuajse shumica jemi të njohur mes nesh, por pastaj do të bëjmë një përshëndetje specifike. Ju sodhe në Shkodër, mendoj një lokal të lezetshëm, të bukur, të ngrohtë, me disa miq të mrekullueshëm, Bert Naraçi dhe shokët e tij, Bert Naraçi me miqt. Ka dhe një histori të bukur me familjen tonë, me babin, dhe kështu që dal nga dal do të fillojmë që t'i bëjmë një përshëndetje të gjithë. Duke filluar nga nëna ime, nga nëna Nailja, nga zysh Nailja, dhe të gjithëve, unë ju uroj një darkë të këndshme, muzika do jetë shumë e bukur, duhet ta shfrytëzoni në çdo moment, këtu s'ka rradhë, s'ka absolutisht asgjë, vetëm hidhuni pafundësisht. Vese duhet ta dini, në këtë tavolinë dhe në këtë darkë janë njerëz më të shtrejtë të mitë. Ajo do t'i thot, qeshë ndryqon zemre sa. Ne kemi asistuar në shumë ditëlindje, por e themi me bindje se kjo ishte vërtet një ditëlindje të veçantë dhe organizuar mjaft mirë. Legacy,
primavera, a luz del mio pasillo, le fior di tua bandera, che io sempre si rasgano, e il scioglie che te drana, tu vivi da mille, a te che mi besciù, se sento bestie, che brani. Një organizim ku alternua shkëlqyeshëm alegria me fjalët e dala nga shpirti, ku dedikimet nuk munguan dhe mes tyre edhe interpretimi i shkëlqyer i aktores së mirënjohur shkodrane Merita Smaja të dy poezive. E para mësueset e fshatit e poetit madh Dritë Roagolli dhe një poezi tjetër mjaft e bukur e poetes Uarda Albunesa. Radhë parë e uroj zonjën Naile të ketë shëndet dhe jetë gjatë dhe jetoj dhe më thëmë e lumtur aq sa Zoti na jep mundësi për të jetuar. Dhe do doja të lexoja fillimisht një poezi për mësueset, dhe është mësueset e fshatit e Ismail Kadares. Me u të kryqe, i dalë në gjaderde, ditët e shtuna dalin shpesh dhe zgjasin dorën nga makinat, herë dy nga dy e herë veç e veç. Por shpesh ata që janë brenda me njëri tjetrin shkëmbejnë fraza. Si shumë pretendime kanë mërë shokujani këto vajza. Dhe janë ata që bëjnë zhurmë, që kanë për vete 40 goj, që i shkuar letra presidiumit për një kushin pa të mungoj. Dhe ato presin makin tjetër. Atje në rrugë, atje në shi, ato të urtat gjerë në dhëmbje, të thjeshtat gjerë në madhështi. E tek presin, java që kalojnë, ju li kujtohet si në tymë, klasa me nxënësit, gabimet që u përsëritën në hartin. E në mbrëmje radion dëgjon njëra, tjetrës ndërmend i vjen sërish shikimi i fotoreporterit që andej kaloi rastisht. Ko e fejesës i ka ardhur dikujt, edhe ndoshta i shkon çdo ditë. Pluri shkumsit vello e bardhë, i bie mbi supe dhe e tronit. Po nuk ngren ato botën në këmbë, në komitet, në ministri, ato të urtat gjerë në dhëmbje dhe të thjeshtat gjerë në madhështi. Nan moj, kam gabu. Fjallën s'ta kam një gjë. Si shtizën në rëshkën sot, në godit faj, inati, mërzia, edhe vaj. Hajde flokun, ma përkdhel, në prenin tanë, ma ruj një vend, si atëherë kur isha fëmijë. Dorën, zgjasja, ty, me të mri. Por gabimi është kohëpush, më kujton fajnë, zërën kusht. Fjallën tane se një gjova. Ah, moj nanë, sa u gabova. Nanë moj, kam gabu, mujë për balë, du me të një gjurë, si ta shpiun gabimin, inatin edhe zemrimin, kam një halë. Por nuk bëj sa, nanë, halin me makja, parajs dhe therë mund duket jeta, por ama dashnje nanës,
është e vërtetë. Mjaft emocionues ishte momenti kur të pranishmëve ju jepet mundësia të shprehin në mënyrë të drejtë për drejtë urimet e tyre mësueses dhe zonjës së nderuar Naile Maloku. Dhe shi unë gjithë emocione janë për ato gjëra të bukura që kishin organizuar. Ju u shëndes të gjithëve që keni ardhur në momenteve vjetore. Të gjithëve duke filluar unë ndodhem mes njerëzish më të dashur, më të mirë të mi. Mes familjes time, djalit nusës, fëmijëve të djalit, fëmijëve të gocave, gocat e mia, që jam dhëndurët patjetër, që jam shumë prenare për to. Por falënderit se më nderon me ardhjen kjo zonja këtu, zonja Malle. Është me merita një grua e rrallë. Unë e kam njohë prej 50 vjetësh, kam respektin më të madh për atë që është kjo, që në ka konsideru jo veç mua, po mendoj që mua në veçanti sepse i kam mësuar të bukuroshin që ky sot është në bankat e universitetit dhe do bëhet një prokuror, është të vej drejtësi në këtë Shqipëri tonë të bukur, që na ka lënë gjithë bota. Përshëndetje gjithëve, nderuar zysha madhështore, nëna madhështore, nderuar familjar të zysh Nailes dhe familjes Maloku. Është një nder dhe privilegj shumë i madh për mua dhe familjen time që jemi pjesë në 18 vjetorin e zysh Nailes. Të flasësh për zysh Nailen, duhet një kujdes shumë i madh që në mënyrë që t'i zgjedhësh fjalët në mënyrën e duhur dhe prap edhe shkrimtari më i mirë në botë besoj që nuk mund ta thotë atë që realisht zysh Naila ka bërë gjatë gjithë jetës së saj. Por sot më së miri ky banket tregon madhështinë e saj, tregon karakterin e fortë që ka pasur gjatë gjithë jetës, tregon harmoninë, zluarsinë, dashurinë që ka rritur fëmijët e saj një patëmbesë. Zysh Naile, ti ke arsye që ti je shumë krenare për këto fëmijë të mrekullueshëm, për Nipa dhe Besa, për emrin tënd që ke lënë gjithë këto vite në fushkruj si mësuese nderuar, duke filluar me mu, me vojën tim, fëmijët e mi, por zysh Naila ka përgatit mjek, ka përgatit gjyqtar, prokuror, artist, shkrimtar,
deputet, kryetar bashkish, personalitetet më të larta shtetit, Zysh Naila i ka mësuar vetë dhe sot i shijon ato frytet e punës saj. Nuk e di a do të mund dhe a i thash mirë ato gjëra që ti ke bërë, por unë jam shumë krenar që jam miku jot, miku i kësaj familje të madhe, dhe ti ke ditur ta transmetosh dashurinë edhe te fëmijët. U po 100 vjeçe, qofshi gjatë e lumtur, pra gjithë ne. Tani Zysh Naila është ambasadore e përbashëm, i mungon vetëm një titull qytetare nderi, që së shpejti besoj Bashkia Krui do të nderoj vetëm duke ja dhënë titullin e Zysh Nailës dhe për gjithë çka ti ke bërë në jetë, ti je shumë krenare, ti je shumë e lumtur dhe ke kohën tani që ti shijosh gjithë këto anëje. Gëzuar gjithëve, ishte vlerë dhe kënaqësi personale e sonte këtu dhe jemi shumë krenar që jemi miq të Zysh Nailës dhe familjes Malur. Gëzuar. Nuk jam shumë e fortë, shumë e fjallë si buna. Jam shumë letër. Mami, u bëf 100 vjeç. Gjithë jeta jime. Nuk e di që kuptim do kish jeta pa ty, ose si do ishte vraka. Po unë uroj të kesh jetë gjatë, me fëmijë, me nipër, mbesa, vetëm shëndet, t'jesh adaptuar me lumturi, ngrohtësi, ashtu si që je vetëm vetë, ashtu si që ke transmetuar gjithmonë fëmijëve, njerëzve të afërm dhe vetëm dashuri, ngrohtësi dhe me ty ndjehemi nuk di. Shumë faleminderit mami. Jashtëzakonisht mirë. Shumë faleminderit. Uroj vetëm jetë gjatë dhe shëndet, si që tjetër s'kam. Faleminderit gjithëve. Faleminderit për ftesën. E falenderoj edhe punën që na solli në Shkodër sonte. Shumë shkodran nuk i njohim, po shpreh në kënë shkodran ta në i ban, këtë e dim. I urojmë në Nailës, i urojmë për muaj e nënë e dytë, pas ka më dim, të urojmë edhe 180 vite. Unë duaj që të thyesh rekorde dhe vetëm rekorde. Me shkruaj libri Guinness. Po. Është misioni im që të bëjmë qytetarën deri me të Zotit. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit Zoti e di që unë do isha javë në të thoja këto llafe, nëse Teta Nailës do punonte me mua në 45 vite. Faleminderit. Por që si di ku do isha sot domethënë. Faleminderit për shërbimin tënd. Faleminderit për mundin, se ne shohim të gëzuar sot për kushtetin sa i sprovuar në jetë. Faleminderit për çdo gjë që ke mësuar, për çdo njeri që ke dhënë shpresë, besim, dashuri e tjerë. Faleminderit për sinqeritetin që ke treguar dhe për mundin që ke bërë për mua. Faleminderit. Shumë faleminderit. Unë kam një jetë që njifem me Susana Ide. 50 vjetë për para, Susana Ide ka qenë zonë ka jetën e saj, vazhdon të jetë, ka rritë fëmijë të mrekullueshëm, falë se kam emocione se fjalët më të mira flasën Susana Ide. Kemi punu bashkë, kemi jetu bashkë, kemi kalu dhe veti sa në kena ecë, kena shku nga Fushkruja në Lusë. Balta deri këtu. Kurse sot po shoh shiqyr që e mirë, edhe me një familje të shëndosh, të edukuar, të shkolluar, të arsimuar, fjalë më të mira po flas. M'falje se kam emocione dhon, se nuk më merrte mendja se do vija këtu një ditë do flisja për Susana Ide mbas 50 vjetësh. Zemra ime. Jetosh e gëzosh të jetën sot. I pash me jetë e tantë mirat e zemrës. Faleminderit. Se në Shkodër Jam shumë e lumtur që të kam. Unë kam qenë jabanxhie tani jetu kur u martova me Bartolon. Jabanxhie atje, jabanxhie edhe këtu, se kur më thonë
Ti si e Shkodrane, thojnë punë. Shkodrane dhe këpate. Shumë faleminderit. Si puna këtyre qytetit që vi kanal nga jashtë. Kur shkojnë atje, thot jeni të buë. Kur vi këtu prapë jo jeni, si jeni shqiptar, po jeni imigranta. Unë të uroj gjithë mira dhe botës si që jeti vetë. Lumë ato fëmijë që rriten me gjyshër, edhe lumë ne që jemi rritë me ty. Një surprizë tjetër e këndshme ishin urimet e sjellja nga të afërmit apo dhe miq të cilët e kishin të pamundur të ishin fizikisht në këtë organizim të bukur. Përmes video mesazheve u përcollën emocione pafund tek të pranishmit, po sidomos tek zonja Naile. Zonja Naile i dëshirojmë plesni të mbar, një gru e madhe, një familje shumë e madhe që në ditët më të vështira të jetës tonë, gjatë luftës 99 na keni hap dyert, ato ju kemi bërë jetën më. E dim se ne nuk mujmë me ju kthy, po thash Zoti t'ju kthej nipa e mbesa e njuve. Edhe njerë për gjithë juve, për zonjën Naile, ne kemi përgatit nga një dodhi, gëzuar të ta Naile, u bosh 100 vjet. Gëzuar, urime u gëzoshi. Gëzuar dhe falet të gjithëve. Kjo video shkon për Zysh Nailen, shpirt, ma e mira, urime edhe gëzuar 18 vjetorin. Inshallah paç një matur fantastike, edhe dashti madhi Zot mo më shkollë të lartë ku të doj qefi ty. Je tamam 18 vjeçe, ashtu ke qenë qysh kryetarës, ashtu vazhdon t'jesh. Nuk e di, na dhonsh nga rinia jote, për Zotin, të du fort, të kemi shpirt gjithë, edhe ke qenë dhe do ngelesh gjithmonë ma e mira në dynjo. Se më fushkruj, po erë, murë zeza s'bot laf, po puna është që je ma e mira. Rosh gjatë e lumtur me gjithë familjen tënde. Gëzuar të Naile, qofshe. Gëzuar hala. Gëzuar. Urime. Edhe 100, por që fojmë fort. Shumë urime. Gëzuar nga familja i madhe. Mos mbafsh mend sa ditëlindje festosh. Gëzuar gjithat mirat me gjithat e që të rrethojnë. Gëzuar. Urime të 10 vjetorit. Shumë urime ditën tënde. Turojmë gjithë mira. Se jemi larg. Me zemër jemi pranë jush. Të duam shumë. 80 vjetor. Gëzuar, urime. E këtij gëzimit mrekullueshëm, një nanë e mrekullueshme me fëmijë, me nipa, o Zot, kjo është gjithmonë e gëzuar. Faleminderit Zot. Faleminderit të gjithëve.
Atëherë atmosfera të rëmben me ritmin e saj, të gjithë bashkohen në kërcime të këngëve të bukura shqiptare. Mes tyre këndon dhe kërcen edhe mësuese Nailja, duke sikur ajo, edhe në moshën 80 vjeçare, është një burim frymëzimi. I qëndron pra dhe dëshiron të mësosh prej saj sekretin e një jete të lumtur. Lidhje që e vendos me njerëzit zbulojnë karakterin e një gruaje të fortë, burimi i pashtershëm dashurie. Dhe teksa e shijojmë pafundësisht këtë ditëlindje, na gëzon edhe fakti se ne duhet të tregojmë shumë të vëmendshëm ndaj festimit të ditëlindjeve të këtij brezi. Këto ditëlindje mbartin një njohje, të cilën patjetër që duhet ta tregojmë dhe të inkurajojmë këtë brez që vijon të jetë aktiv në shoqërinë tonë. Të marrim dhe japim eksperiencën e jetës me njëri tjetrin dhe të përqafojmë këshillat e vlyera që na e bëjnë rrugën e së ardhmes më të lehtë. Po të tham, ty ton po baj bam. Po vjen moj flak, po të tham, ty ton po baj bam. Veni nalla, kom mos hajde po Shkështumi shelena, unë ty do të baj hatar. Veni nalla, kom mos hajde po Shkështumi shelena.